Të nderuar dëgjues të programit Mirëmëngjes Shkodër. Gjatë esurisë së tij që nga fillimi unë kam anoncuar vazhdimisht pjesëmarrjen e një mike, e një të ftuare speciale në programin e sotëm Mirëmëngjes Shkodër. Është Arlinda Çausholli, e kam prezantuar si shkrimtare, gazetare, publiciste, specialiste e komunikimit, drejtore e komunikimit në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza, por është vetëm një pjesë e prezantimit. Shpresoj që në këtë mëngjes të bëjmë një copë rrugë bashkë me Arlindën edhe të zbulojmë shumë çka nga jeta e saj, nga përditshmëria e saj. Arlinda, përshëndetje, sapo ke mbritur nga Tirana. Kam qa trafikun. Si ishte ky mëngjes për ty, për të ardhur këtu në studion Mirëmëngjes Shkodër? Mirëmëngjes gjithëve në radhë të parë edhe shumë faleminderit për ftesën. Mëngjesi ishte shumë i bukur sepse ftesa ishte nga ju, nga ty, po të them me ty, po flas me ty. Patjetër, po ne jemi mike tjetra. Eksakt, edhe unë kthehem gjithmonë me shumë dëshirë në Shkodër, ju përgjigjem me shumë kënaqësi ftesave që vijnë nga miqtë e mi që edhe vlerësojnë ato që bëj, edhe që kanë, si thush, dashamirësinë që ajo që bëj unë, që bën dikush tjetër, të përçohet në mënyrë më të mirë të mundshme. Në fakt, ndjeshmëria që më ka sjell pjesëmarrja jote sot në studio është vërtet e madhe, natyrisht jo për të kujtuar shumë çka nga e përbashkëta në vite të shkuara bashk, por nga përditshmëria e Arlindës, nga ecuria e saj, nga gjithçka që ajo paraqet tek vetja, por edhe tek shumë çka që ka arritur. Kohët e fundit promovimi i librit tuaj Çizmet e Verdha ka patur shumë sukses në Paris të Francës, në një ambient intelektual ku natyrisht keni tërhequr vëmendjen jo thjesht me sharmin tuaj, por me atë se çfarë vepra paraqet, me stilin e veçantë, me elegancën, me elokuencën, me atë panoramë të jashtëzakonshme në formë të një mozaiku që jetët i ajorzon, i sjell në kohë, i bën tuajat, u fut krahun dhe bën që edhe të tjerët të ecin bashkë me ty. Domethënë promovimi në Francë ka qenë them një hop i bukur edhe cilësor. Në të kohë duhet edhe kurajo që ta realizosh, mendoj. Aty u bën dy zotëri shumë të nderuar, e të cilët i falenderoj, Reza Artiasa edhe Gjergji, të cilët kanë një iniciativë shumë të bukur atje në Francë, që organizojnë njerëzit që kanë një zë të mirë, të talentuar, zë arti, dhe mbledhin komunitetin shqiptar atje. Dhe është një sallë e veçantë ku ata vazhdimisht. Eksakt, dhe quhet Maison d'Albanie. Quhet Shtëpia e Shqipërisë dhe realisht ashtu është si shtëpi, një gjë shumë e ngrohtë, shumë me ngjyra shumë të bukura, që mirëpret artistët her pas here. Unë pata dhe fatin, pata edhe energjinë e mirë ndoshta nga këto njerëz, të cilët e organizuan. Sigurisht që unë edhe mbase kisha edhe gjëra për të thënë të mira që mund të kenë vlerë për të gjithë ne, kudo që jetojmë, jo vetëm në Shqipëri, jo vetëm në Paris, por që jam shumë e kënaqur sepse libri u prit shumë mirë, rrëfimet u pritën shumë mirë. U shoqërova nga dy vajza shumë të talentuara, shumë të mira, edhe në piano, edhe njëra që kishte paraqitur edhe, si thush, një galeri fotosh nga Shqipëria, kështu që ishte një mishel arti dhe bukurie dhe finese, edhe hieshje shumë e mirë. Edhe keni lënë bresa shumë. Faleminderit, kam marrë komente shumë të mira, kishte shumë pjesëmarrës. Kjo ndoshta sepse
edhe këto figurat ndoshta që vi nga Shqipëria e kanë një farë kurioziteti, po që gjithsesi që unë jam edhe, si thoshe, nderuar dhe privilegjuar se më ndjekin, edhe pse shumica nuk I njihsha, por mos më thënë pothuajse të gjithë, por që kishte shumë pjesëmarrje ishte shumë e lartë, ndenjëm shumë gjatë, madje masi kishte mbaruar e gjitha dhe ra diskutimi që unë mund të lexoja mbas edhe një shkrim tjetër të shkurtër që do të rokiste në zemrën dhe gjithë secilit, edhe u hyn edhe një herë brenda, e dëgjuam edhe një herë, edhe do të rokitëm së bashku, kështu që ai lloj eventi mendoj që ka qenë shumë I mirë, edhe jo se jam e surprizuar, se unë ja thash edhe atyre zotërive që më ndishin e që I kisha përballë, unë nuk surprizohem absolutisht nga gjërat e bukura që ndodhen, nga gjërat e mëdha, qoftë të gëzimit ose qoftë të trishtimit ose sidomos për gjërat e bukura, mendoj që më përkasin. Ju përkasin ashtu. Janë njerëzore, na përkasin gjithëve, jo vetëm mua, dhe njeriu duhet ti ushqej, ti aspiroj, me sa mundet ti realizoj, edhe me sa mundet ti ndaj. Dhe të përpiqesh të shkosh afër çizmeve të verdha, të përpiqesh ti veshësh, të shohësh si janë të një këmbë ose jo, do të thotë të shohësh diçka origjinale, do të thotë të trokasësh bukur tek tradita për ta sjell atë me një finesë të hodhë në ditët e sotme, ti bësh një skanim madje shoqërisë dhe ndoshta ky libër Mbreslënës, I ndërtuar në formën e tregimeve të vogla, të shkurtra, herë më të gjata, përpiqet të jap shumë çka nga jeta, por edhe të përballë individin me të. Ndoshta kjo ka ndodhur tek ti sepse që herët ashtu siç ta jep përshtypje në të gjitha faqet e librit, je mbrujtur pak nga pak, për të derdhur në një kohë dhe për të shpërthyer shumë bukur. Po, mendoj që po, çdo gjë vjen gradualisht, çdo gjë vjen me atë çka ne që në fëmini e ushqejmë veten, e stërvisim veten, qoftë syrin, qoftë ndjesit, qoftë mendjen, qoftë ndjeshmërinë. Sepse fundit jeta është ndjeshmëri dhe ajo që ka më shkruar unë deri tashti, ose çka bëj, është thjesht një përmbledhje e gjithë ndjesive të mira, të mijat edhe të mirat, po edhe të këqijat ndoshta të gjitha bashk, por që unë I përmbledh edhe I përkthej në një gjuhë të thjeshtë, që unë I kam shumë të qarta në kokë, por në një gjuhë shumë të thjeshtë që e lexon edhe shokët e tim biri, që janë shumë kurioz na jep librin kur I thon ata Joenit ose edhe njerëzit që janë, si thosh, më të përparuar në moshë. Kështu që kam përshtypjen që më shumë është okej, e kuptoj përshkrimi I ngjarjeve, edhe janë ngjarje reale të thjeshta, pa gjuhë dramatike, por është gjuha e butë e cila perifrazon situata të vështira, situata nga I herë të ashpra, po që unë kam tendencën që t'i rrëfej në një mënyrë të njerëzore. Që është ndoshta gjë mbase pak e shumë bukur. Arlinda më ka bërë përshtypje sepse kjo mbrujtje e hershme jotja vjen nga një familja Çaushollve, e cila natyrisht ka emrat e saj, ka ty, ka të tjerët, por që ka qenë për ju një shtrat I jashtëzakonshëm. Vërtet ti shoqja ime hershme, je një tip I lindur me karakterin, me tiparet e veçanta, por ama ke lindur në një familje, në një ambient të veçantë që ta ka ushqyer bukur këto ndjesi që ti paraqet, jo vetëm në libër, por gjatë performancës tënde. Pa diskutim, ka qenë familja shtrati shumë I bukur. Ka qenë shkolla mbulesa shumë e bukur, sepse edhe mësuesit ne I kemi pas të jashtëzakonshëm. Unë vazhdoj të kem kontakt me zyshën e shkollës mesme, zysh Mërvet Kalin, sepse çka ka ndodhur në atë kohë në shkollën e mesme, mu dha terreni
që të bëja atë çka doja, do me thënë të hartoja, të bëja koncerte, të shkruaja, të këndonim, si thua ishin ca gjëra të përparuara në atë kohë, por që nena u dha dorë lirë dhe ishte fal hapjes mendjes të këtyre mësuesve. Për shembull në Paris, surpriza jashtëzakonshme ishte se unë pash aty kur mu shfaq në derë profesor Muhamet Mesi, mësuesi i matematikës, i cili kishte ardhur të shikonte, të vizitonte vajzën që punonte atje dhe do me thënë, ajo i kishte thënë që a shkojmë sepse Arlinda ka një promovim dhe kishte ardhur familjarisht. Do me thënë, këto për mua nuk kanë çmim. Arlind, jam dëshmitare e kësaj periudhe, një vajzë tepër me një karakter të veçantë që vjen në radio, që tërheq vëmendje, nuk miklon, përkundrazi tërheq gjithmonë vështrimin e një vajze që kërkon shumë tek vetja, që jep në mikrofon gjëra të bukura dhe në këtë moment natyrisht jo vetëm që ofrohen njerëz për ta, jo thjesht për ta studitur, për ta mbështetur me sy, ashtu siç kanë qenë mësuesit tuaj tek shkolla e mesme, ashtu siç më herët, krejt herët, është familja, shtrati i parë, por edhe gjatë ecurisë suaj unë kujtoj ardhjen tënde të parë në radio, mikrofonin bashkë, programin drejt për drejt që bëm për herë të parë. Do me thënë, ishte diçka e bukur, shumë e bukur, për të mos thënë shumë e bukur. Ishin programet e para të drejt për drejta dhe me telefonata, po që mund të shkëmbeje shumë gjëra. Në atëherë, unë që fillova këtë studion e hapur, mendova kush më mirë se Arlinda Çausholli do të jetë këtu në këtë mikrofonin këtu. Falenderoj pafund, e gjej rastin ta ripërsëris edhe falënderimin sepse mendoj edhe ai që të hap derën ka një privilegj të jep një privilegj të jashtëzakonshëm për të jep shansin, të jep mundësinë edhe nuk harrohet kollaj. Kështu që edhe unë për shembull edhe kur mundohem edhe në aeroport kur kam mundësi që kemi aktivitete mundohem të jap zë njerëzve që nuk e kanë, sepse e di shumë mirë rëndësinë e atyre që të hapin derën e që të japin mundësi. Në të vërtet ti përket një shtresë njerëzish që zërin e ke edhe në qoftë se do ta mbyllësh ti do të hysh patjetër sepse e ke këtë sharm, e ke këtë ndjesi, e ke këtë kredo tek vetja, por është shumë e rëndësishme që këtë ndjesi ti kanalizosh në mënyrën dhe në rrugën e bukur. Në rrugën e bukur. Unë, Arlind, të përgëzoj për të gjithë atë grumbull pastaj rrugësh që ti ke fokusuar tek vetja. As pak nuk jam çuditur që me njëherë shumë shpejt u bëre gazetare në një prej gazetave qendrore, më pas korrespondente e një prej agjensive më prestigjioze si Associated Press amerikane, te Corriere della Sera, por më pas në projektet e organizatës së Kombeve të Bashkuara, e gjithmonë në kërkim duke ngritur pas shkollës, pra shumë e re, duke marrë grada shkencore, gjithmonë në sferën e komunikimit. Komunikimi është për ty një armë e fortë. Media komunikim. Është një armë shumë e fortë, ti e zgjodhe këtë sepse e ndjeja, apo ja? Po, mendoj që po, do të thënë është komunikim plus kam përshtypjen që është komunikim plus ndjesi. Është një paketë shumë e bukur se nganjëherë ne studiojmë vetëm komunikimin dhe lëm ndjesitë. Kështu që kjo është paketë sunguar edhe prandaj nuk ecim nganjëherë gjërat paralel. Si thush, janë të dyja bashk, unë përpiqem gjithmonë ose jam përpjekur gjithmonë e vazhdoj të shoh gjëra që njerëzit nuk i shohin. Edhe aty e ndal shumë vëmendjen. Edhe ato zhbireloj. Edhe ato përpiqem t'i rregulloj e t'i çoj deri në fund. Mirë, po kjo do një energji të jashtëzakonshme, do shumë ndjeshmëri, do ekuilibër të hatashëm, do shumë ekuilibër, por që unë mendoj që ja kam dal edhe vazhdoj t'ja dal,
sepse do të thënë e para më jep kënaqësi, e dyta është një forcë që ti e ndërton brenda vetes ditë pas dite e që nuk të lëshon absolutisht asnjëherë. E pra, vrojtimi I imtësishëm, I shoqëruar me një mendim të thellë, ndoshta është një nga karakteristikat e komunikimeve, e shkrimeve, e librit tënd, gjë që unë kam vënë re shpesh herë, jo vetëm në rrjeshtat e këtij libri, të cilën nuk dëshiroj ta lë pa më ikur, pa më thënë diçka të veçantë, sepse atu ka personazhe gjyshi yt, Gjyl Çausholli, apo edhe rreth rrotull të gjithë njerëzit tuaj, të cilët natyrisht kanë të veçantat e tyre, por në një farë mënyrë skalisin njeriun qytetar, njeriun e traditës që gjithmonë është në kohë, që gjithmonë për të cilin ndjejmë jo thjesht respekt, por ulemi. Absolutisht. Ne na kanë rritur me unë për këtë jam shumë mirënjohëse dhe këtë mundohem me trashëgu dhe besoj që ja kam dalë me një empati të jashtëzakonshme për njerëzit. Në çfarë do lloj situate, domethënë në çfarë do lloj situate që ti je, domethënë ti mund të jesh në ditët e tua më të mira ose në ditët e tua më të këqija ose se çdo kush ka pa diskutim ulje ngritje veta. Ne na kanë thënë që kjo pjesë e njerëzve, kjo empati që ti duhet shfaqësh në çdo minutë, në çdo orë të ditës, është e paprekur dhe e pakurzuar. Dhe ç'a ndodh kur ti e ke këtë, është empati tamam e pakurzuar, pavarësisht se ç'a kalon personi tjetër, kur ti e ke këtë, ti ndërton një person të vërtetë. Natyrisht e kupton në vetvete qenien e tij. Eksakt. Edhe ti ndërton një person të vërtet, veten e ke, si thosh, menaxhon këtë pjesë, nuk ka nevojë me menaxhu sepse ajo pjesë është e paprekur. Kështu që kjo kam përshtypjen që është një farë ndasie e bukur që mua më ka forcu, mua më ka dhënë, si thosh, edhe aftësinë, edhe sensibilitetin që me zhvillu veten, me çu përpara njerëzit që kam afër, me ndihmu ata që mundem të bëj. Edhe kam përshtypjen që kjo është, si thosh, pika ndoshta më e fortë, që edhe arrin ndoshta edhe me kriu, sepse ky është ambient I vështirë. Shqipëria është e vrasht. Natyrisht. Shqipëria është sterile, më duhet ta themi këtë sepse e tillë është, por që unë përpiqem, si thosh, mos ta ankohem asnjëherë. Domethënë nuk hum kohë me ankesa, që kjo nuk funksionon, por mundohem me bë atë çka kam dorë, edhe me rregullu ato që mundem, se mundem në ca gjëra. Dhe shpesh të shoh në qasje të veçanta, ndaj arsimit, ndaj dhunës, ndaj fenomeneve të tjera që ne hasim. Pra është një zë që gjithmonë komunikon ndjesitë e veta me këtë ndjesi empatie që ju shpesh e shfaqni në shkrimet, në shfaqjet tuaja, në shkrimet ndoshta të shpeshta që keni. Arlindë, në fakt, ajo çfarë unë vëre, realiteti I përditshëm që streson, që shkrihet ditë pas dite, bulzon tek ti dhe dal nga dal rrjedh në rrëkeza për të bashkuar pastaj në një lumë që kanë shtrat fjalën. Kjo të jep shumë çka, sepse edhe në punën tënde të përditshme është komunikimi, apo jo? Pa diskutim. Fjala është e rëndësishme. Unë prandaj edhe kam themelu këtë program që po diskutoshim edhe bashk, një program që quhet Fit for Future, program komunikimi, I cili ka për qëllim që si thosh që të ndaj me njerëzit disa sugjerime që komunikimi të ndryshon jetën. Një komunikim I mirë është cilësi jetë, më thuaj se si flet, të them se kush je, edhe këtë e hasim në kudo, sa zbresim ne nga shkallët, edhe sa dalim nga shtëpia, domethënë. Kështu që unë po merrem me gjëra shumë bazike në lidhje me këtë pjesë, por në të njëjtën kohë është edhe një vrojtim brenda vetes, edhe është një kontribut në zhvillimin personal, dhe deri tash unë kam, si thosh, kanë marrë pjesë te ky program, ose po themi në trajnim, ose nuk është as trajnim tamam, po se është pak formal si komunikimi, është një platformë shumë e mirë, diku te 1400 veta.
dhe unë së fundmi kisha Sa bukur, do me thënë se. për 5 vjetë, vetëm, se këto sesion nuk shkojnë më shumë se 18 veta, dhe së fundmi isha në një, kam pas fatin të isha me mësuesit dhe psikologët edhe punojësi social të fshatit SOS në Kosovë. Diku të ishin... Sepse me lejo të ndërpres, është se ju keni dhe një titull, ambasadore World Vision për fëmijëve në nevojë. Shiko, këto janë, çdo njeri e ka titullin brenda vetes. Jeni modeste. Mjafton që si thosh të bëj diçka edhe nuk ka rëndësi etiketime, se unë nuk është se jam shumë për titujt edhe etiketimet pavarësisht se kush i më jep më nderon. Unë jam, si thosh, njeriu ka kupën e vet. Natyrisht. Edhe atë e ngren, edhe luma i që e ngren, sepse i shkëlqen më shumë edhe jeta, edhe që ka afër, do me thënë. Po të thoja që pata një eksperiencë të jashtëzakonshme, sepse këto ishin 30 zonja dhe zotri, sigurisht të moshave të ndryshme, aty takova edhe një zonjë që ishte e mrekullueshme, që kishte rrit 13 fëmijë, ndërkohë të fshatit SOS që janë fëmijët pak të pa privilegjuar me çështje të ndryshme, dhe kaluam shkëlqyer. Kaluam shkëlqyer sepse ndam disa gjëra, edhe ndam gjëra të vlefshme, mendoj, të cilat me një fjalë ti kupton që mund të bësh ndryshimin në qasje, në mënyrën se si i mendon situatat e ndryshme, kështu që nuk duhet në mlefsu. Absolutisht. Por Arlindën e shohim mjaft aktive. Aktiviteti është e përditshme ajo, apo jo? Shumë, Ardi, shumë. Duke qenë drejtore komunikimi në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza. Para pak ditësh unë ju pash me Remo Girone, ose Tano Karidin, ato që e njohin me këtë emër, më pas me të tjerë miq, mbase edhe nga fusha tjetër, jo njerëzore, me katër këmshë. Shumë plansh. Por gjithsesi është një marrëdhënie e përditshme. Çfarë ti e përditshmëria, Arlind? Përditshmëria është pasuri. Do me thënë, unë sa herë dhe miqve të mi, përpiqem të them që mundohuni ta superoni rutinën, ose rutinës t'i jep në një farë kuptimi në krahun tjetër, sepse përditshmëria ka gjëra që ne i kalojmë pa u vënë re, po ka pasurit jashtëzakonshme, ka detaje të mrekullueshme, edhe mu përditshmëria më frymëzon. Natyrisht. Mundohem që do me thënë, unë e gjen kënaqësi në gjëra shumë të vogla, siç ju thash, te këto të mëdha dhe këto jam lineare, po te të voglat pa diskutim që më japin një kënaqësi të jashtëzakonshme. Edhe jam, si thosh, i trajton pothuajse të gjitha gjërat njësoj. Dhe prandaj ndoshta është kjo ajo që më dallon edhe në shkrimet tuaja. Ti nuk merresh me liderit të ashtu quajturit, po merresh me ato njerëz të thjeshtë që i ngre në masa të mëdha. Kjo është diçka shumë e veçantë, kjo është diçka shumë e bukur që e bën ndoshta komunikimin shumë njerëzor, shumë të përditshëm, shumë pjesëmarrës tek të gjithë njerëzit. Dhe kjo është dalluese, sepse ti ke gjetur një auditor gjithëpërfshirës, ke gjetur një komunikim aty në ato tema ku njerëzit vërtet e ndjejnë, vërtet flet për fëmijët, për gratë, për mësuesit, flet gjëra që kanë të bëjnë me mozaikun e jetës dhe që së bashku hedhin një vështrim për të sotmen. Forca e Shqipërisë nuk janë liderit, mendoj unë, nuk janë as udhëheqësit. Forca e Shqipërisë janë njerëzit, dhe mua më vjen keq sepse unë do doja që këtyre njerëzve që ne rrethohemi për ditë, pjesët cilët ne jemi, t'ju kushtohet rëndësi siç duhet. Sepse sikur liderët ose kush është në karrigen sot, kushdo ka qenë edhe është, ti ishte përkushtuar më shumë njerëzve, gjërat do ishin shumë më ndryshe. Do me thonë që nga komunikimi njerëzor, që nga mënyra se si u drejtohen popullit dhe njerëzve, mënyra se si i drejtohen, ne jemi shumë pak shqiptar,
edhe nuk di pse na duhet kjo mangësi e madhe që ne na marri për standard. Nuk është standardi jonë ky. Domethënë ky është standardi që ne në një farë mënyrë kemi zgjedhur të rrimë dhe të nënshtrohemi edhe kujtojmë që bota ose Shqipëria e tillë është, ndërkohë që unë njerëz të mirë njoh plot. Natyrisht. Njerëz që kanë zërin tim njoh plot. Dhe unë në LinkedIn më ndjekin shumë platforma profesionale dhe ajo ti nuk e ke idenë se sa mesazhe marr kur bëj një shkrim. Ose kur njerëz që nuk i njoh, nuk diskutohet, pse se njerëzit kanë nevojë që të dëgjojnë që nuk janë vetëm edhe që kemi gjëra që ne i mendojmë njësoj. Kështu që prandaj u drejtohem këtyre. Prandaj u drejtohem, si thosh, njerëzve si mua e si ty, sepse ata e meritojnë. Ata duhet të kenë pa diskutim pushtetin absolut, duhet të jenë shumë të mençur që çka kanë dorë ta përdorin siç duhet në këmbim të dinjitetit tyre dhe jo të mos dinjitetit. Është një temë me të cilën unë mund të rri shumë, sepse në përditshmërinë time, në programet e mia gjithmonë kur hap programin përpiqem të jap një mesazh, por kur i drejtohem shtypit të ditës, me të vërtetë mpakem, kam një pezëm sepse vërtet titujt janë tepër të vështirë. Si lexoj. Dhe në antipod me këtë përpiqem ditë pas dite të jap një realitet të përditshëm të atyre njerëzve që nuk dalin në ato faqe gazetash si trafikant, kriminal, njerëz që bëjnë ngjarje të bujshme apo që përmenden për këtë apo për atë, por ka kaq shumë njerëz të cilët vërtet kanë nevojë për t'u drejtuar, për t'i marrë, për t'i futur krahun dhe për të ecur bashkë me ta, ashtu siç në komunikimin tënd të përditshëm atë e gjen vazhdimisht. Po, jam e kënaqur. Ndërkohë jam e interesuar të di një pjesë tjetër tënde. Jem mbrojtur dhe je lëkundur në një shtrat të mrekullueshëm prindror, familjar, gjë që e ke shprehur edhe tek shkrimet tuaja her pas here, tek çizmet e verdha. Nuk e di, ky shtrat i mrekullueshëm si është për djalin tënd, për bashortin. Shiko, ai domethënë po flas për ti mirë. Unë jam shumë e lumtur për fëmijën që është bërë ai. Fëmijë, tash është ai burr, po se është 19 vjeç, por ai faleminderit. Por ai ka një gjë të jashtëzakonshme sepse ai ja kam thënë disa herë dhe janë dy cilësi të mrekullueshme që do të ndihmojnë. Ai ka zemrën shumë të madhe dhe mendjen shumë të hapur. Dhe plus ai është rritur me shumë empati edhe ai, e përkushtim ndaj njerëzve. Kështu që është shumë i kujdesshëm me njerëzit që i rrethon, jo vetëm të njohurit. Problemi është me qenë me të panjohurit, se ne me të panjohurit kam përshtypjen problemin më të madh. Kështu që është e njëjta dritë, është i njëjti ndriçim. Ai është shumë si unë, si thosh ka tipin goxha si unë, ndoshta sepse edhe djemt ju ngjajnë ndoshta nënave, por që është fëmijë që studion, që punon, që bën sport, që ndihmon. Ky është ai. Ndoshta përderisa ka shumë aspekte që lidhen me shumë çka nga prindrit, natyrisht nga nëna por babai. Nesër mund ta shohim në një tjetër dhuratë të veprimtarisë së tij. Nuk e di sepse ai është faktikisht ka dhuntin e gazetarisë dhe aktualisht po punon me digitalin, është gazetar sportiv aty angazhohet. Ka dalë në disa panele dhe unë e shoh që e ka staturën, e ka finesën, e ka artikulimin. Joan Tugu. Ta shohim me interes, sepse në të vërtetë Arlind, veprimtaria jote është e përditshme. E përditshme, siç e tham, në çdo gjë që pulson. Patjetër, nuk dua të pyes për fjalën plane, por te ajo e brendshme që ti e nxjerr
dal nga dal në një vepër të formzuar. Çfarë mund të thuash për këtë? Se të shoh që I kam disa gjërat në kokë, nuk dua ti them tashti, po punoj ndërkohë për një libër të dytë, që është një libër pak a shumë kjo që bëj unë programi Fit for Future, po që do përkthehet në disa tekste dhe shkrime të shkurtra. Fit for Future vazhdon. Kam një 2 gjëra që shpresoj t'i realizoj, që mendoj që janë të mira. Ta shoh, do të thënë, nuk është se kam plan 10 vjeçar, po kam plane të afërta që shpresoj t'i realizoj. Ndërkohë që Shkodra zë një vend të veçantë tek ti, sepse të shoh me një elokuencë të admirueshme në dialektin shkodran, në atë çfarë ti thua ndoshta për një kujtim rreth krijimit të një këngë popullore shkodrane, tek një ndjesie që ke patur afër. Nuk e di sa zën vend në këto plane pikërisht Shkodra. Shkodra pikëspari më ka formu dhe më ka arrit edhe më ka lënë të lirë. Pavarësisht se unë jam përpjekur sido që tjetë, se nuk kanë qenë kohë të lehta, por që sido që tjetë më ka plus Shkodra ka një fines të lindur ndoshta, që mu më vjen keq që bën shumë mundim për të dalë sipër. Do me thënë, në një vend ku arti kam përshtypjen që është rrënja dhe thelbi I Shkodrës, edhe unë kur shoh tashti koncertet apo Luleborën që po ta prezantu, them, nga e marrin frymëzimin këto artista, kur sepse normalisht e marr frymëzimin edhe për rreth. Natyrisht. Ku çashe, thash si ka mundësi që këto ja dalin të bëjnë këngë dashurie që t'i këndojnë diellit e hënës e vajzës të bukure. Arlindë dashur, unë do ta cilësoja Shkodrën si një vend të zjarrt, e që pavarësisht se ndonjëherë ato gacat I mbulon po ti shpupurishësh, do ta gjesh zjarrin e dashurisë, e burimin e frymëzimit, ndjenjën e mrekullueshme të artit, e të çdo gjë tjetër që lidhet me shpirtin e Shkodrës. Skenën e ke provuar, por nuk e di, ke ndonjë ofertë tani të veçantë? Po e kam një, të shohim sa të konfirmohet, po një e kam. Gjithsesi e përmendë Luleborën, Lulebora ka qenë eksperiencë e bukur, po. Eksperiencë e bukur, natyrisht kjo ka të bëjë edhe me komunikimin tënd, apo jo? Po kam përshtypjen që ka të bëjë, plus unë mendoj që kush del në skenë ka një mision të jashtëzakonshëm, se duhet japi një mesazh, se nuk është se ai që drejton diçka ka për qëllim që në një farë mënyrë të riprodhoj ose të thoj diçka gjëra përmendusha, ku diun se çka, por që unë mendoj që hapësira që ty të jepet është shumë e rëndësishme dhe duhet ta trajtosh me jashtëzakonisht seriozitet, po jo nga ana jote, nga ana e njerëzve, që njerëz ta gjejnë veten kur ti thuash dy gjëra. Kështu që kjo ka qenë faktikisht boshti im gjithmonë, që kur kam prezantuar 12-13 vjeç në shtëpinë e Pionierit, edhe them që është format që ndoshta ne nuk jemi mësuar shumë, por që është shumë I nevojshëm, edhe unë e kam parë që njerëzit e mirëpresin. Kështu që shohim tash. Në fakt, kjo ishte një ditë me një trajektore të veçantë për ty, apo jo? Po, absolutisht. Zgjimi I herët, një zgjim që buroi nga një ndjesi, nga një lidhje jona së bashku, ardhja në Shkodër, gjetja e qytetit, në atë lëvizjen e tij të mëngjesit dhe ardhja këtu në studion e radios. Në të vërtetë, cilat janë ndjesitë tuaja? Shiko, në momentin që unë folëm bashkë mbrëm që unë thash do vi, edhe folëm bashkë në telefon, do të thënë e vlerësova edhe nuk u pendova për asnjë rast që thash do vi pa diskutim, sepse u befasova edhe nga çiltësia dhe nga dashamirësia jote. Po kjo është e pa diskutuar për ty dhe për gjithë, natyrisht. Edhe po jo, shiko, unë vrapoj ose I shoh me shumë ëndje të shkoj në intervista ku më bëhen pyetje të mira.
Se unë jam në kërkim të pyetjeve të mira. Jam në kërkim sepse shumë e rëndësishme të bëjmë pyetje të mira sot. Faleminderit shumë. Unë në fakt jam e befasuar nga ajo çfarë ju rrethon. Ju rrethon një miqësi shumë e madhe e njerëzve, po na ndjekin kudo. Unë shoh në faqen tonë në Facebook janë të panumërt njerëzit që bëjnë pëlqimet e tyre, komentet, të cilat vazhdojnë, edhe nga jo që ti anonçove që herët që mbrëm, dhe gjitha interes nuk e di sa e kemi justifikuar, po ky ishte një takim shumë breslënës për mua. Një takim në afërsi tashmë. Absolutisht po. Sepse në mundësi të tjera njerëzit takohen kudo që ti. Pa diskutim. Në fakt nuk ishte thjesht një kënaqësi. Ishte më shumë, shumë më shumë. Nuk ishte thjesht diçka që ka të bëjë me fjalën. Unë do thosha me fjalën në shumë fishuar, sepse komunikimi këtë ta jep. Po të zbukuron në çdo dimension. Natyrisht. Do me thënë edhe kam përshtypjen që njeriu zgjedh ose të zbukurohet ose të shëmtohet. Po flas në sensin jo fizik të fjalës, po flas në sensin edhe shpirtëror, edhe kulturor, edhe artistik, edhe në qasje, se ajo është kryesorja. Kështu që këto janë dy rrugët, edhe unë zgjedh këtë lloj rruge, se kjo më bën të ndjehem mirë, kjo më bën rrethohem me shumë dashamirësi, me shumë miqe, me shumë fjalë të mira. Kështu që fundit këto janë gjërat më të rëndësishme që vlen. Unë do thosha që është një spunto për ditën në vazhdim, për të gjitha ato që ti jep vazhdimisht, natyrisht në këtë komunikim me njerëzit, edhe që të bëhen burime, jo thjesht informacioni, po burime motivesh të fuqishme, për t'ia shpërndar njerëzve e natyrisht për t'i mbledhur me shumë dashamirësi. Po, absolutisht. Është e rëndësishme me nda sot. Kush ka le të ndaj, është shumë e rëndësishme me nda, sepse ti kur ndan ti afrohesh me njerëzit, edhe rritesh vetë pastaj. Afrohesh edhe rritesh. Prandaj them që kjo është rruga kryesore që të gjithë bashkë duhet me ndjek, më aq sa njeriu mundet, domethënë, më aq sa mundet, se me shumë pak ka në dorë. Në fakt, ky ishte për mua një program special sot. Falenderoj shumë edhe për mua. Sepse mirëpres gjithmonë zërin tënd, Arlind. Faleminderit. Jam gjithmonë e interesuar për zëra të tillë që japin jetës kaq shumë kuptim, dhe që në fakt, si një shkodrane e mirë, un jam krenare për ty. Faleminderit shumë, e vlerësoj pa mas. Ju falenderoj shumë edhe për bisedën, edhe për pyetjet, edhe për dashamirësinë, edhe për zotrit që shofun për te i tash i xhamit atë. Ata janë miq tanë të përbashkët, sepse ti ke një hershmëri të shumë. Përpara këtu dhe pas këtij programi patjetër që do të mblidhemi pak bashkë. Me shumë kënaqësi. Me shumë kënaqësi. Miq të programit Mirëmëngjes Shkodër, ishte gjithçka që sot u munduam të ndajmë së bashku. Me këtë fjalë natyrisht të thellë, të matur, të bukur, të ngrohur, me këtë fjalë që komunikon çdo ditë për problemet, por që jep shumë ndjesi, që bën ndoshta një paraqitje të bukur të kësaj jete dhe të jep mundësinë që ta jetosh më shumë. Është e nevojshme apo jo? Arlind, edhe një herë faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ditë të mbarë është momenti një këngë dhe siglës së programit tonë, i cili përfundon këtu sot.